A e keni ditë se Albiruni, i cili jetoi 1000 vjet para Galileut dhe Newtonit, ishte ai që mati tokën dhe tha se toka rrotullohet rreth diellit dhe rreth boshtit të vet, dhe po ashtu studioi edhe çështjen e gravitetit. Ai nuk ishte nga Perëndimi, ishte nga Uzbekistani i sotëm. Albiruni lindi në vitin 973 në Karezm, Uzbekistani në sotëm. Ebu Rejhan Muhammed bin Ahmed Albiruni, një piqtar i dijes, nga astronomia në gjeografi, nga gjeologjia në fizik, nga botanika në histori, nga studimi i feve deri te indologjia, një mendje që nuk njehte kufi, një shpirt që nuk pranonte të mbyllej brenda murit të botkuptimeve të kohës. Albiruni e vështroi qiellin si një libër të hapur. Yjet për të nuk ishin një mister, por një gjuhë që duhej dëshifruar. Ai i mati me saktësi të pabesueshme lëvizjet e tyre, dhe po me atë përpikmëri, mati edhe tokën, me një metodë që sot vlerësohet si një ndër arritjet më brillante të mendimit shkencor të mesjetës. Matjet e tij ishin deri në 3928,77 miljesh angleze, një matje rreth 99% sakt në krahasim me vlerën e sotme të rrezës së tokës. Pa teleskop, pa satelit, vetëm me një matematikë të pastër. Kjo i dha atij titullin babai i shkencës së gjeodezisë, por ky ishte vetëm fillimi për të. Biruni hodhi idetë e para mbi teorinë e gravitetit, 700 vjet përpara se Newtoni ta vërtetonte atë matematikisht. Ai vërejti se pesha e gjërave është e lidhur me një forcë që i tërheq drejt qendrës së tokës. Por genialiteti i tij shtrihej përtej kësaj. 600 vjet para Galileus, ai e mbrojti idenë se toka rrotullohet rreth diellit dhe rreth boshtit të saj. Ai parashikoi se veriu, jugu, linja dhe perëndimi takohen në një pikë dhe se përtej oqeaneve ndodhej një tokë e panjohur, Amerika e sotme. Ai nuk e pa kur Amerikën, por e parashikoi atë. Njëkohësisht ai zhvilloi metoda për të gjetur drejtimet dhe përvetësoi teknika matematikore për të përcaktuar me saktësi fillimin e stinëve. Një kolos i dijes dhe një enciklopedi e gjallë njerëzore, të cilën ai e dëshmoi në 180 veprat e tij. Ai la pas vetes një trashëgimi dijesh ku në të u inspiruan edhe Koperniku, Galileu, Newtoni dhe Torricelli.